euro në mujt. Futbolli është projekt. Edhe futbollistat duhet me pasi projekt ku ata mujnë mu zhvillu. Edhe në këtë formë edhe me zgjedh klubi. Na kemi futbollistat që nuk e zgjedhin mirë projektin edhe për 2-3 vite do me thonë nuk i shefën s'kem fare. Edhe fjala me e shpesh që është, na pret edhe 2 dit, na pret edhe 2 dit, me bo pak edhe këto konkurencën mes tyne klubeve tjera, edhe një farë forme artificialisht mu mënu me rritë çmimin ose e klubet nuk guxojnë me ronë këtë lajthitje. Unë i kom thonë edhe klubit liris, edhe personave që i zhvillojnë negociatat, kush ullet në tavolinë, negocioj kushtet e kontratës, kushtet e marrëveshjes, ai lojtar që qohet për tavolinës, nuk ka mu ullin në tavolinë. Aty për aty me përfundua? Aty për aty me përfundu, do me thonë, don me arrit marrëveshje, nuk don me arrit marrëveshje, vazhdojmë tutje. Nuk ka pritëm 2 dit ta shof, ka disa lojtarë që ti avjep kushtet, ata i marrin ato kushtet, shkon të klubi tjetër, i arrit çmimin klubi tjetër, apo kupton? Këto janë fenomenet që po ndodhin, unë i këshilloj futbollistat që ta kenë një mentor, ta kenë një këshilltar me veti, kur të shkojnë me bisedu, edhe të këshillohen edhe paraprakisht, po edhe kur shkojnë aty me bo marrëveshje, edhe krejt kjo punë me konë serioze, mos mi përngjani një tregut ose pazarit madh që na thojmë, me pas pak profesionalizëm edhe prej klubeve, por edhe prej futbollistave dhe eventualisht përfaqësuesve të tyne. Okej, prof. Situatë ndërlikuar. Nuk e di situatën si është, në bazë të raportimeve po flitet